Të premten paradite, gjykata kushtetuese pritet të dëgjojë Erion Veliaj në seancën plenare që do të zhvillohet në lidhje me padinë e tij për shfuqizimin e vendimeve që e larguan nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Në këtë seancë, gjykata do të shqyrtojë kërkesat për rrëzimin e 3 akteve zyrtare, vendimin e Këshillit Bashkiak, aty të Këshillit Ministrave, si dhe dekretin e presidentit Bajram Begaj që shpalli zgjedhjet e pjesshme në 9 nëntor. Aktualisht dekreti i presidentit është zhvilluar me vendim të gjykatës kushtetuese, i cili ka kërkuar pranim fizike të Veliajt në seancën publike. Për këtë arsye janë njoftuar nga prokuroria e posaçme dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve, të cilat do të garantojnë shoqërimin e tij në sallën e gjyqit. Në kërkesën e paraqitur, Veliaj pretendon se gjitha procedura e ndjekur ndaj tij është e pavlefshme dhe në kundërshtim me ligjin. Ai argumenton se mosparaqitja e tij në detyrë për më shumë se 3 muaj nuk ka qenë një zgjedhje vullnetshme, por pasojë drejt për drejt e masës së sigurisë vendosur nga gjykata e posaçme. Gjykata kushtetuese pritet të vendosë nëse do të pranojë argumentin e ish Bashkiakut apo do të lërë në fuqi aktet që çuan në shkarkimin dhe në dekretimin e zgjedhjeve të reja në kryeqytet.